Përshëndetje, jemi këtu në Parlamentin e Strasburgut. Parlamenti Evropian zhvillon këtë javë një nga seancat më të ngarkuara të vitit, me një agjendë që pasqyron qartë sfidat globale dhe prioritetet strategjike të Bashkimit Evropian. Çështjet variojnë nga marrëveshjet ndërkombëtare për paqe, për financim, për Ukrainën dhe ndalimin e energjisë ruse deri tek klima, buxheti i BE-s dhe rregullat e reja për patentat e drejtimit. Ndërkohë që paqja në lindjen e mesme dhe roli i Bashkimit Evropian do të zërë një vend ditën e martë, deputetët dhe Komisioni Evropian do të diskutojnë marrëveshjen e fundit të paqes në lindjen e mesme. Bashkimi Evropian synon të luajë një rol aktiv në zbatimin e kësaj marrëveshjeje dhe në mbështetje të stabilitetit të rajonit. Ndërsa ditën e mërkurë në orën 9, eurodeputetët do të diskutojnë me komisione dhe presidencën daneze të Këshillit temat që do të jenë në qendër të samitit të Bashkimit Evropian më 23 tetor, me në fokus sigurim, politikat e jashtme, bashkëpunimin institucional e të tjera. Modernizimi i patentës europiane të drejtimit pritet të diskutohen rregullat të reja për përmirësimin e sigurisë rrugore, mbrojtjen e përdoruesve vulnerabël dhe përcaktimin e kritereve të qarta për drejtuesit fillestar, përfshirë rregullat e revokimit të patentave. Çmimi Sakharov 2025 nuk do të mungojë si çdo vit të mërkurën në mesditë. Presidentja e Parlamentit, zonja Roberta Metsola, do të shpallë fituesin e çmimit Sakharov për lirinë e mendimit, një çmim prestigjioz që nderon individ dhe organizata që mbrojnë demokracinë dhe të drejtat e njerëzit. Mbështetja financiare për Ukrainën përmes aseteve të ngrira ruse do të jetë ditën e martë. Deputetët do të diskutojnë me Komision dhe Këshillin mënyrat për të rritur financimet për rindërtimin e Ukrainës, përfshirë përdorimin e aseteve ruse. Ndalimi i importeve të energjisë ruse do të jetë ditën e mërkurë. Parlamenti do të shërtojë masa të reja për ndalimin e plotë të importeve të energjisë nga Rusia, përfshirë edhe ato që kryhen përmes vendeve të treta, duke synuar forcimin e sanksioneve ekonomike. Të mërkurën do të jenë të ftuar dy nga figurat kryesore të opozitës bieloruse dhe do t'i drejtohen eurodeputetëve në një seancë simbolike në mbështetje të demokracisë dhe të drejtave të njerëzit në Bielorusi. Gjithashtu, prioritetet e Bashkimit Evropian për vitin 2026 do të diskutohen në parlament. Do të diskutohet programi i punës së Komisionit për vitin 2026, i cili përcakton drejtimin e strategjik të Bashkimit Evropian për vitin e ardhshëm në fushat si ekonomia, siguria, klima, transformime digjitale e plot të tjera. Çështje të tjera në rendite tepër interesante, të cilat kanë hasur edhe në një tension politik në Bruksel, është pikërisht çështjet që të diskutohen për sa i përket spionazhit hungarez. Eurodeputetët do të diskutojnë me Këshillin dhe Komisionin mbi akuzat e fundit kundër qeverisë hungareze për spionim brenda institucioneve të Bashkimit Evropian. Për sa i përket Google-it dhe lirisë së mediave, Parlamenti do të diskutojnë ndikimin e vendimeve të Komisionit për të gjobitur Google-in, si dhe pasojat që sjell monopoli teknologjik ndaj lirisë së mediave dhe pluralizmit informativ në Bashkimin Evropian. Në prag të konferencës 30 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Klimën COP30, eurodeputetët do diskutojnë për prioritetet e Bashkimit Evropian, për negociatat ndërkombëtare dhe të njëjtë do të votojnë një rezolut me propozime konkrete për reduktimin e emetimeve. Buxheti 2026 i Bashkimit Evropian do të miratohet sipas një programi të cilit dhe është hartuar midis Komisionit edhe Këshillit, fondet e reja të cilat do të jenë në shërbim të gjitha tematikave për të cilat folëm deri më tani. Rregullat e reja për partitë dhe fondacionet politike do të kenë vend në sesionin parlamentar të tetorit dhe synojnë rritjen e transparencës financiare dhe parandalimin e ndërhyrjeve të huajve në partitë politike europiane.
ndërsa nisma një substancë, një vlerësim, synon të thjeshtoj dhe të bëj një transparencë rregullat e Bashkimit Evropian për substancat kimike, duke forcuar mbrojtjen e shëndetit dhe mjedisit. Fundi i ndryshimeve sezonale të orës ka sjellur edhe diskutime dhe debate. Eurodeputetët do të pyesin Komisionin dhe Këshillin për bllokimin e propozimit për t'i dhënë fund ndryshimit sezonal të orës, një nismë që ka mbështetje të gjerë nga qytetarët evropian. Faleminderit.